Sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë, totali i kredisë ka arritur në 901.6 miliard lekë në shtator të vitit aktual, me një rritje të konsiderueshme prej 10.9% krahasuar me shtatorin e vitit kaluar dhe një rritje fare të lehtë prej 0.1% krahasuar me gushtin e të njëjtit vit. Pra nëse flasim në shifra absolute, rezulton se në harkun kohor të një viti regjistrohet një rritje prej 89 miliard lekësh. Ndërkohë nga ana tjetër, kredia e re dhënë nga sistemi bankar ka arritur në vlerën e 34.2 miliard lekësh, duke shënuar një rënje prej 21% krahasuar me një vit më parë. Kjo rritje është ndikuar kryesisht nga huaja e re për blerje banese, vlera e së cilës arriti në 4.75 miliard lekë nga 3.87 miliard lekë një vit më parë. Rritja vlerësohet në rreth 25.5%. Nga ana tjetër, individët dhe institucionet që u shërbejnë atyre kanë rritur huamarrjen në mënyrë të ndjeshme, po ashtu kredit për këtë kategori u rritën nga 8.1 miliard lekë në 9.53 miliard lekë, me një rritje prej 17.9% krahasuar me shtatorin e vitit 2024. Kjo tregon një rritje të konsiderueshme të kërkesës për kredi nga individët, duke arritur rekord historik nëse marrim në analizë të njëjtin muaj të viteve të mëparshme. Për sa i përket huave për biznesin, rezulton të jenë rikthyer rritjes në muajin shtator të këtij viti. Për këtë sektor u dhanë 24.56 miliard lekë kredi, duke u rritur me rreth 24.5% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit kaluar. Të dhënat më të fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë një rritje të fortë të kreditimit në të gjitha segmentet, veçanërisht atë të individëve dhe sektorit të banesave. Ky trend reflekton një kërkesë të shtuar për financime personale dhe investime në pasuri të paluajtshme.